Ne jemi ata cilët vendosim për sistemin kushtetues, por jemi ata që maksimalisht e parandalojmë që ky shtet të nënshtrohet vullnetit një partijak. Edhe cili është edhe synim sublim i qytetarëve të Republikës Kosovës edhe për luftën për liri, pavarësi dhe demokraci. A mund të shtoj veç pak diçka ashtu? Sakt. Po veç pak lutem zoti Zemaj. Po flasim për një subjekt politik që i ka 57 deputet, për një subjekt që i ka 15 deputet, e ky 15-ve, këtu është përgjigja, këtu është edhe nuk po e lejoj ka se kap ka shtetin ai që ka fituar. Edhe këtu është përgjigja pikërisht në atë që ju po insistoni me thonë cila është oferta LDK-s. Po. Në njërin moment po thu që ky ka 57 deputet, edhe ti si e kurkushi për me vendos, në anën tjetër po thu, në anën tjetër po thu, çka don ti, çka po ofron ti me 15 votat tua të deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si pozicion, si pozitë politike. Duhet ta keni qartë, nuk e di ç'është interpretohen këto vendimet e së kaluar, po pushteti nuk është pazar. Nuk është pazar. Kuptoni këto? Edhe besone. Në kalumen ka qenë pazar. Besone. O nuk po them, nuk po du me interpretu thasht në kalumen, po nuk nemi të folë për vitin 2026 dhe vitin 2025 çka ka ndodhur. Edhe çka është interesi i Republikës së Kosovës. Ne kemi shembuj të mirë, edhe kemi shembuj të keq. Kemi shembuj të mirë ku kemi qenë pjesë, po kemi shembuj edhe që janë kritikuar. Dhe nuk ka na shkaloj as historinë politike, as të subjektit tim me krenarit plot për as të tjerëve. Kjo, po nëse kompromisi nuk është ofertë e LDK-s, çka duhet me qenë dhe çka duhet mu quajt ofertë. Nëse ti shkon edhe me ndëgju ato pikërisht që po thuj ka 57 deputet, se çka ofron ai si zgjidhje për një president kushtetues që e luan rolin e tij kushtetues, jo një president kukull, jo një president që nuk din anglisht që po e don Albini. Se ka thonë kështu? Jo po thonë. Nuk po them atë termin që nuk